Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit Monitor TV. Ja ku po takohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë ditën e sotme, lajmet më të fundit, momentet më të bukura të festës së natës të mbrëmshme të Gjestit. Gjesti natën e mbrëmshme performoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për herë të parë në jetën e tij, Gjesti udhëton drejt këtij vendit fantastik, drejt këtij vendit që në fakt jo gjithmonë kemi mundësinë ta vizitojmë në jetë, të paktën ato të cilët nuk kanë familjar të afërt, mundësinë e kanë ta vizitojnë një herë apo dy herë, por mrekullitë që ka ky vend, bukuritë që ka ky vend, dashurinë që merr nga ky vend të shqiptarëve është e mrekullueshme. Nata festa e mbrëmshme krahasuar me festat e tjera të artistëve shqiptar ishte një festë më glamuroze. Organizimi i kësaj festës, do me thënë skena, ambienti ku ishte vendosur që në fakt të realizohet kjo festë që ju realisht po shikoni kaq e bukur, ishte një ambient fantastik. Ishte një ambient i mrekullueshëm, ishte një ambient që nuk dëshiron apo nuk do shumë fjalë. Gjesti, si gjithmonë, duke qenë artistët nuk mund t'i heqin emocionet. Emocionet janë shoqërues të rrugtimit të tyre artistik, do me thënë, artistët e vërtet gjatë gjithë jetës kanë emocione, dridhen, kanë djersitje kur dalin në skenë. Gjesti u befasua dhe ishte i befasuar me dashurinë e madhe, me gjithë ato njerëz që numri ishte shumë i madh, të cilët kishin shkuar të ndjekin live koncertin e Gjestit, të Gjikos, të Era i Strefit. Por normalisht kulminacionin dhe ajo që shija mbi tort ishte vetë Gjesti. Gjesti ka një veshje shumë interesante, do me thënë një majic pink, disa veshje të bukura që Gjesti diti përdor në këndin artistik, mori një vëmendje të papar, mori një mbështetje të papar, mori një duartrokitje të papar. Ai solli video, solli emocion, solli pasion, por fillimisht dua pak të tregoj një video të nismës të festës dhe më pas do me thënë do rikthehemi përsëri në studio së bashku. Quindi sono America! Pa, rispak më e. A jeni të kalu mirë sot dhe ju? Mirë si u gjeta krejtve, fardejt për dashtin. Ja o zonë, shko me ti që? Ju e ndoqët Gjestin, Gjesti është shumë i lumtur, do me thënë që ka arritur këtë suksesin. Shqiptarët nga të gjitha Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin tubuar për të qenë prezent në këtë koncert. Dhe Gjesti më energjik se kur, Gjesti më i lumtur se kur, Gjesti më pozitiv se kur, unë gjitë në këtë skenën e mrekullueshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe na dha një adrenalin, na dha një kënaqësi, na dha një pozitivitet që pak e gjen tek artistët. Ajo që unë lexoj në fytyrën e Gjestit, edhe në sytë e Gjestit, është kjo pabesia që Gjesti vazhdon akoma ta ketë me famën në të cilën ai e ka ndërtuar. Një famë që do me thënë Gjestit i ka hapur shumë dyer në jetë dhe ja ka zgjidhur shumë halle të jetës dhe sot Gjesti punon, vepron më shumë se kur në jetë, vepron më shumë se kur, më i lumtur se kur. Ai u shëtit me erë, nuk naq dhe në fakt mua pak më befasojnë këto lajmet të reme, këto lajmet të shpifura do t'i quaja, që Gjesti dhe Era i Strefi ka një lidhje. Ku mund të ketë një lidhje Gjesti dhe Era i Strefi, kur Gjesti dhe Era janë miq, u argëtuan, Era siç duket e tregoi këtë gocën e mrekullueshme shqiptare. Era e priti me shumë dashuri, me shumë emocion, me shumë kënaqësi Gjestin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e respektoi pafund, Gjesti u kënaq pafund dhe unë e thash edhe ditën e djeshme që Gjesti realizoi një ëndër shumë të madhe, të jesh në një koncert me një artiste e cila ka prekur Hollywoodin, ka prekur famën botërore, njihet botërisht, nuk është pak, është arritja më e madhe për një artist.
Por gjithsesi, mbrëmja e mbrëmshme pati një superlativ atmosferë, publiku u kënaqën pafund, videot janë të shpërndara gjithandej me koncertin e Gjestit, videot po bëjnë namin, Gjesti duket që në të njëjtën kohë edhe vallëzon, edhe këndon, edhe krijon adrenalin, edhe krijon ritëm. Do me thënë, momentet e Gjestit apo atmosfera që krijon Gjesti të jep shumë pozitivitet. Koncerti shumë përfolur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mendoj që ishte bula e gjithë këtij suksesi kaq të madh, një sukses që në fakt po vazhdon me këngët e mëhershme të Gjestit dhe po mbetet me këngën Veshu e Ndreçu, që kudo që Gjesti shkon, kjo kënga merr jehonën e madhe, merr dashurinë e madhe dhe merr pozitivitetin e madh. Gjesti mbrëm edhe ka kënduar, edhe ka folur, edhe ka bërë shaka, edhe është kënaqur, do me thënë i ka bërë të gjitha, por gjithsesi momenti ishte shumë i bukur. Organizimi ishte fantastik, dua t'i përgëzoj organizatorët për këtë gjë të bukur që kishin bërë. Në fakt më bëheshte zemra mal kur po i shikoja të gjithë shqiptarët, të cilët po këndonin shqip, të cilët po frimonin shqip dhe po jetonin të gjithë momentin e bukur me Gjestin. Fillimisht flamuri kombëtar shqiptar ishte i vënë në ekranin gjigant i cili ishte pas Gjestit. Do me thënë ishte bërë një investim goxha i madh në natën e mbrëmshme, një skenë goxha investuar, ajo skena kushton qindra mijëra dollar, për këtë gjë jam shumë i bindur. Do me thënë e kishin pritur Gjestin, e kishin respektuar Gjestin si mbret. Dhe kjo është suksesi një djalit, kur e mendoni vetëm 25 vjeçar, por respektohet si mbret në të gjithë anët e botës. Gjesti mbrëm na ka treguar që shqiptarët din vërtet ta bëjnë flak dhe shqiptarët janë populli mrekullueshëm që kudo që jetojnë, çfarëdo që organizojnë, din atë gjën ta bëjnë publike nëpër të gjithë mediat botërore. Dhe po të klikoni në Google, koncerti në New York është situar edhe nga portalet amerikane, të cilët kanë folur për këtë natë të mbrëmshme që shqiptarët e kanë pushtuar New Yorkun. Është e mrekullueshme në fakt kur shikojmë kështu momente. Unë ju pata paralajmëruar që bëhet fjalë për një fest gjigande, bëhet fjalë për një koncert, le ta quajmë gjigant, dhe Gjesti arriti të merr këtë duar trokitje nga të gjithë shqiptarët. Një fjalë e urtë popullore thot i duruar i fituar, dhe Gjesti ishte i duruari në këtë mes dhe sot është i fituari. Ne do të takohemi sërish së bashku, vazhdoni të na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.